Edhe këtë tete, ata po ju mashtrojnë. Pra jemi të përballë propagandës. Kjo që bëj dua të diskutoj teteve me ju është çfarë përbën interes publik, çfarë intereson shqiptarëve dhe çfarë diskutojnë mediat kryesore të vendit në banaqet kryesore. Pra etja për mediat është dita kryesore e javës. Prime time që quhet ajo e ora 9 e mbrapa në emisionet e darkës. Tani unë gjithmonë do të them çfarë gjykoj unë që duhet diskutohet nëpër media dhe çfarë diskutohet realisht në media, pse, edhe një pjesë tjetër që se shmang dot çuditërisht pse u pëlqen shqiptarëve që të mashtrohen, pse duan të mashtrohen. Se një gjë është e sigurt, mediat nuk i detyrojnë njerëzit që t'i ndjekin, po ata i ndjekin vetë. Tani, sot siç e shihni, po të shkoni te ja po I marrim me radhë këto, po të shko ti hapi çik faqet e këtyre se u marr lajmet kur I hedhin ke portalet, se kush rri merret me këta tani ti dëgjoj. Te Irfani te News 24 I ka ngel Benjamini në burg, po ta mani men, Irfani Zembelliu ndërpriste edicionet qendrore të lajmeve dhe fuste live Erion Veliajn duke shpërnda supa nëpër kopshtra. Sot po e diskuton që Erion Veliaj ngeli në burg. Unë e pata bë videon e fundit që ju thash që nuk ka takat ta lirojnë Sokol sa dushi Veliajn nëse nuk do Rama, edhe me sa duket Rama nuk do. Pra nuk ishin ato hipotezat që ngritëm, që mund ta lirojnë për ta përlesh me atë Belën, por thjesht u shqeu publikun, u shqeu këto mediat pro Veliajt për disa ditë, jo po vendimi unifikuese, jo po budalliqe të tilla. Këto diskutojnë, edhe sigurisht ka Edvin Kullurin, që mori 500 vota, kujtun sa mori, I thot analist. Sigur analisti përhershëm I pa kontestueshëm edhe nga ana ime Fatos Lubonja, që është zotni. Poli Hoxha me Lulin, dihet kë muhabet, shoku mirë, po me politik opozit në opozitës bën me këtë. Ylli prape ka Erion Veliaj, Rakipi, ka thirr gazetarët e përhershëm, kur sheka atje ta shoh lajmet e para, Klod Lala, Dervishi, këta. Edhe kuptohet, Ylli ma linjën e Belinda Ballukut, kështu që bëj emision edhe do I bë, është bë qefi që Erioni ngeli në burg. Ashtu. Te Erla që pas ka Euronews-i ta shohim herë, se edhe kjo është gallat e madhe. E mani me si më tha ajo te intervista e funit me Adriana Kalan, që tha I kam bë kallëzim më ti pronarit të asaj. I kam bë kallëzim në SPAK, s'ka si gjë, po si deri tani SPAK-u, po Adriana ja ka çu kallëzimin. Çfarë po ndodh në PD? Ky është halli I Euronews Albanias ditën e sotme. Edhe to gazetarët e politologët e analistët që fton më Erla. Po shifeni temat, se po numroj temat, prandaj po I hapa vash sa po I gjej këtu në rrjetet sociale që kur nxjerrin lajmet kanë të ftuar. Ke Grida I përhershmi Alban Dudushi, shkencëtari, edhe Grida ka PD-n. Pra te Grida dhe halli I Gridës është PD-ja. Redi Shehun, opozitari I opozitës, Alban Dudushi, shërbëtor direkt, kurse këta tjerët janë shërbëtor indirekt pushtetit. Arjan Sule që është çun zotni për mendimin tim, edhe Elvis Iljazi që është ky, zari I Henry Qilit edhe opozitari I opozitës me Lulin edhe ky. Pra këto janë përgjithsisht, te nga Karlo, që do ketë këte nga Karlo, ta shohim shqiptarja.
Pra temat kryesore në mediat e Tiranës sonde, ja ta shohim te çimi, çka ka çimi. Peka ka. Edhe ky ka për Velien, po të paktën e ka përzi i qik me integrimin e bllokuar, krimet edhe hajde. Ka përzi pak çimi. Pra siç e shihni, temat kryesore që do të dëgjoni sonde dhe që jeni duke dëgjuar aktualisht në këto momente janë asnjë temë nuk ka interes për publikun. Propaganda anti-opozitare te Euronews Albania, propaganda anti-opozitare te media kombëtare Top Channel. Klani, ta shohim klanin. Me siguri dhe atje propaganda anti-qeveritare ka. Te Carlo pos nuk do men e kalem kjo punë, dihet. Ndërkohë, qa mendoj unë që duhet ishte një temë diskutimi sonde në mediat e Shqipërisë, është lajmi që 10% e popullsisë shqiptare, pra mbi 225.000 shqiptar, janë në varfëri të skajshme. Në varfëri të skajshme do të thotë nuk kanë bukë të hanë. Jam i bindur 100% që këta kanë televizion, këta mbi 200 rreth 250.000, 245.000 më shumë janë këta. Këta kanë televizion, nuk janë duke dëgju për hallin e tyre konkret, për mjerimin e tyre, për varfërinë e tyre, por janë duke dëgju PD-ja, pra janë duke dëgju që opozita jon ka halle, jo ata. Dhe kjo nuk është e pa qëllim. Mbi 10% janë këta. Mbi 10% e popullsisë që jeton në Shqipëri është në vështirësi shumë të mëdha për të përballuar jetesën e përditshme dhe këto janë të dhënat e Instatit. Pra të dhënat bazë të Instat. Që do të thotë, ajo që kemi fol herët e kaluara për varfërinë, për mjerimin, për 44% e çifteve shqiptare që janë në kufite e varfërisë ekstreme, pra nëse kemi 10% në varfëri të skajshme, 44% i kemi afër këtyre, pra janë duke shku, duke rënë te kjo. Edhe atëherë i bi nëse do vazhdohet me këtë trend, i bi që për pak 50% e popullsisë shqiptare që jeton brenda Shqipërisë të bjerë në varfëri ekstreme. Këtë ju nuk e gjeni të diskutohet në asnjë nga mediat kombëtare dhe jo kombëtare. Mediat kombëtare diskutojnë pralla me mret. Dhe një tjetër lajm që prap shumë i rëndësishëm duhet ishte, unë e kam bërë temë disa herë këtu. I falenderoj gjithë ata që më ndjekin, që shohin me vëmendje, shohin me vlerë këto përballje me diskutime përballë propagandës që shihni nëpër media. Mungesa e mjekëve. Kishte e kam thënë disa herë, një video më përpara kam bë që Shqipëria është me numrin më të ulët të mjekëve për banor në rajone në Europë, gjitha më radhë, kishte bërë një vëzhgim sot, kjo ishte një faqe faktoje. Edhe juglindja e vendit është në krizë të thellë për mjek. Nuk ka mjek specialist. Edhe i marrin me radhë Korça, Kolonja, Devolli, Pogradeci, janë të gjitha pothuajse pa mjek specialist ose janë me pensionist. Siç e gjut para ca ditë, është një rast, nuk e di se sa i vërtet që, po një mjek pensionist atje që kishte ngacmu seksualist atë një gocë që kishte shkuar atje me u vizitu. Pra gjithë juglindja e vendit, kështu janë pjesat, kështu është veriu, kështu është jugu, pra po është kap fillimisht, po e diskutojmë sot me që kishte dalë kjo, po diskutojmë që juglindja është në krizë.
për mjek. Por në mediat kombëtare, në mediat e pushtetit, në mediat e lira që bën lau Edi Rama me një shoqat gazetare që është safe journalist, nuk ka çfarë bën edhe gjithë ditën tjerë atë po replika me ata, se që duhet një kryeministri që të bëjnë replika me një shoqat gazetare, që e merren vesh. Dhe media e lirë do i kishte tema qendrore këto në fakt. Duhet i kishte tema që t'i gjoni ju dhe më shumë tema media qëllimi kryesor ka të informojnë publikun edhe të vënë para përgjegjësisë pushtetin. Ky është misioni, nëse ka mision media, unë nuk e besoj që është 100% media është në mision, se nuk ndodh ajo. Është një botë ideale, por minimalisht përpiqet që të bëjnë pak të majnë anën e publikut dhe t'i bëjnë presion pushtetit. Çfarë ndodh në Shqipëri? Ndodh që media i bën presion pushtetit vetëm kur do t'i vejnë gjoba. Pra kur nuk i jep një koncesion, kur nuk i jep një leje ndërtimi, ose kur ka një konflikt, siç është ditët e fundit, për shembull ju e shihni vazhdimisht që mediat e Hysén Belliut sulmohet drejtoria e tatimeve. Se siç duket i vejnë gjoba në ato bizneset që ka ky dhe bam sulmojnë. Para ca kohësh klani i binte me javë rresht, i binte asaj nuk ishte ujë, një nga ato zonat këtej që furnizon atë Rolling Hillsin e Zamirit atje me ujë, siç duket s'kishte ujë, s'kan pas planifikuar për ujë, edhe për natë kishte te klani kronika speciale, kujtu diskutojnë, ndoshta edhe ke Fevziu mund të jetë diskutuar ndonjëherë kjo, që diskutohej që i bihej fort ujësjellësit. I bihej fort ujësjellësit, jo se donin me kontrollu shtetin, jo se u intereson të kishin interesin e publikut, po i bëjnë presion shtetit që me buxhetin e shqiptarëve të shkojnë të çojnë një shërbim, një zone rezidenciale miliarderësh atje. Kështu që mos prisni t'i keni, dhe ka dhe një gjë tjetër që është shumë interesante, prapë që mund të cekej, për shembull Ylli Arkivi që bën 7 tema në natë, mund të kishte një nga temat këtë. Qeveria po i detyron operatorët e transportit urban që të përdorin pagesën me karta. E para njëherë, pjesa më e madhe e njerëzve që përdorin urbanët në Tiranë janë të moshuar, moshat e treta. Ku kanë ata karta banke që të hypin autobus me POS, me pagesë me kartë. Se do heq keshin ky, do heq keshin, edhe ç'a ndodh? Nëse tani është bileta 400 lek, pra e paguajnë 400 lekta me cash, ky i thot do vini patjetër pagesën me karta, pra do heq keshin, se drejt asaj rruge po shkon, por heqja e keshit i kushton shqiptarëve, qytetarëve që lëvizin me urban nëpër Tiranë, i kushton 400 lek, ashtu 300 lek më shumë, 400 është edhe 300-700 lek bileta. Një mënyrë shumë e poshtër për të rritë çmimin e biletës së transportit urban. Hallse transporti urban është janë urbanët janë me pa kondicionere, mushin kapic aty, u marrin frymën njerëzve, i rrit dhe i detyron shoqatën e transporteve që të poshtër janë dhe ata, se s'po mbroj ata, po them që i detyron të paguajnë me bank, me kartë banke dhe u çon çmimin qytetarëve 700 lek. Pra, temat që mendoj unë se kishin interes, kanë interes publik për ju që i ndiqni, është 10%, mbi 245.000 shqiptar janë në varfëri ekstreme. Në varfëri ekstreme do të thotë nuk kanë mezi sigurojnë bukën thatë për të mbajtë frymën gjallë. Pra 10% e popullsisë është në gjendje mizerabël. Lajmi tjetër, tema tjetër, juglindja e Shqipërisë është në krizë për mjek, nuk ka mjek specialist, Korça, Pogradeci, Kolonja, to zonat e thella në Pusteci, gjithë juglindja, kështu është gjithë Shqipëria, po ishte marrë me juglindjen, paktën që me statistika, nuk kanë mjek,
njerëzit presin me orë gjata në për radhë, në për spitale, nuk gjejnë derman, detyrohen të paguajnë para të vinë Tiranë. Tirana është gjithashtu në një kolaps tjetër për mjek, por edhe për fluksin, nga që s'ka nëpërreth e vinë të gjithë në Tiranë dhe një torturë e papar, edhe nëse nuk je smur, sëmuresh. Imagjinojeni ata që janë të sëmur, të pagush para nga Korça për të ardhur për të bërë ca vizita, një kontrolle rutinë për zemër, për mushkërit apo për çajën specialitetet, smundjet e brendshme e këto, të pagush para, të heqësh tortur me fugona derisa të vish në Tiranë, ai gjete mjekun atë ditë që i vjen se gjete, do vish nesër prap, pra kush e di se sa lek mund të shpenzosh, kohë, lodhje dhe mbaron apo s'mbaron punë. Sepse mjekët kanë ikë. Mjekët kanë ikë në Gjermani, kanë ikë në Itali, më dëgjoni ju emigrantët që hani propagandën e këtyre se dhe ju rrini tani në hapni ato, hyni në për kanalet YouTube-it ose bëni abonoheni, harxhoni para për t'u abonu, për të pa këto paketat e digjitalbit, për të pa shplarjen, për ta bleme para shplarjen e trurit. Dhe që të shihni në emision italiana, gjermana, kujtun francez ku jetoni, apo në SBA, paguni para që t'ju shplajnë trurin, studiot e Euronewsit, Top Channelit, Klanit, News 24-s, kujtun që ata MCN-s e gjithë me radhë, për propagandë. Edhe të thoni që Shqipëria që e ka baçe me lule, ndërkohë që realiteti në Shqipëri është ndryshe. Dhe pas krizës mjekëve, që folëm, temë tjetër shumë e rëndësishme e kësaj jave që duhet të diskutohej, duhet ishte detyrimi që po ju i bën qeveria, shoqatës transportit urban për të vënë punë pagesën me karta, e cila do të rrisë çmimin nga 400 lekë çmimin e urbanit do e të çojnë 700 lekë. Këto janë tema që prekin mbi 245.000 shqiptarë, cilët nuk kanë bukë të hanë, nuk kanë para të vizitohen spital, nuk kanë para të udhëtojnë as me 400 lekë vjetra me urban, por fatkeqësisht kanë në televizion në shtëpi edhe rrinë shohin propagandë gjithë natën në mediat e Tiranës. Edi Rama thot, mediat duke na janë të lira, ka shku, shiko qa bën tani, ka qenë sot ka qenë Korç ky, edhe u ka premtu socialistëve fitore të jashtëzakonshme në zgjedhjet e ardhshme. Sigurisht ky mund të fitojnë zgjedhjet e ardhshme në Korç, se mdoli fiks tema tani me lidh me këtë të Korçës, po korçarët janë pa mjek. Korça është boshatis. Ju e keni pa një video që bëra para ca kohësh, Korça ka marrë fund. Korçën e mbajnë tani në këmbë vetëm fundjavat që shkojnë njerëzit e lodhur, e stresuar, të nervozuar, ikin nga Tirana si të çmendur fundjavave, nga e premtja e shtuna dhe e diela, shkojnë në Korç, të paktën të shplodhin trurin për jeshillik edhe të marrin disa bujtina, për shumica kanë bërë shtëpiat e veta atje. Po për korçarët, Korça është bë ferr, është e pajetueshme. Edi Rama shkon, feston 35 vjetorin e Partisë Socialiste në Korç dhe premton fitore absolute. Se çfarë do më fitore më absolute se kaq? Unë nuk e di. Ja e ka fitoren absolute, ka gati 20 vjet që e qeveris bashkinë e Korçës. Ka 14 vjet që e qeveris si pushtet ekzekutiv Korçën. Korça prodhimet i hedh në kanal, qepët, mollët, patatet, fasulet nuk i shiten prodhimet. Pazari i Korçës është katastrofë, sepse ja ndrojnë këto, një herë i thonin do paguni qera kaq, një herë thonë i detyrojnë të shesin ç'a duan këta, jo ç'a kanë mundësi korçarët. I kalon pa mjek, emigrimi është ekstremisht i lartë, pra nëse do i marrësh qarqet që janë shpopullu, gati po shpopullohen me themel në Shqipëri, janë
Kuksi, Dibra, Elbasani, Korça. Korça është thuajse po shkon në nivelet e Kuksit, i cili ka mbaruar fare. Ndërkohë Edi Rama kujton se me 26 maj 96 ka vjedh Berisha zgjedhjet. Ndërkohë që ky e ka kthy në sistem, ai ka qenë një episod, sigurisht nuk duhet kishte ndodhur, por ka qenë një episod edhe në një kohë shkonin në kontekstin e kohës kur sa kishin dalë nga demokracia, ishin situata të cilat edhe mund t'i ndodhnin një shoqërie në tranzicion. Po Korça ishte plot me njerëz atëherë, edhe atëherë, me 26 maj të 96-s, Korça ka qenë plot me njerëz, Korça ka pas shpresë, ka pas punë, ka pas gjallëri. Sot ky që shkon e çoravitet atje se ka 26 maj, po duhet ta kujtoni në atë kohë që flet ky 26 maj 96-s, Edi Rama ka qenë duke shkruajt artikuj e pamflete se si duhen vrarë komunistët. Kërkoni, hapni arkivat edhe shihni. Nuk është asnjë gjë fare 26 maj i 96-s që llomotit ky në Korçë me çfarë i ka bë Korçës ky sot. Ja korçarët që kur bëra video në Korçë para ca kohësh që kalova në Leskovik e bëra videon ke pazari i Korçës, kanë shkruajt 10 korçar që kanë ikë gjatë kohës së sundimit këtij, gjatë kohës pushtimit të Shqipërisë nga rilindja, kanë ikë në Amerikë, edhe të gjithë thonë që kemi ikë për shkak të këtij pushteti. Dikush ka qenë marrë me bujqësi e ka lënë, dikush ka qenë marrë me një tregtia, me një zejtari, me një gjë, na e shoj shpresën, na e vrau shpresën edhe ikën. Dhe lajmi i parë te klani, te Aleksandr Frangaj, një nga klientët kryesor të qeverisë është kjo. Rama u premton socialistëve nga Korça fitore spektakolare në zgjedhjet e ardhshme. Rama e ka fitu Korçën, e ka pushtu sepse e ka shpopullu, e ka fitu sepse e ka varfëru, dhe kur të vinë koha do t'ua blejnë votat, e ka fitu se i ka lënë pa mjek. Varfëroje, leri pa mjek popullin, shplaj trut për natë me emisione propagandistike, në ditën e zgjedhjeve me 5.000 lekë të vjetra, as 50 euro më jo, me 5.000 lekë të vjetra u merr votën atyre që kanë ngel aty. Emigrantëve e rregullon vetaj se si u merr, siç u ka marrë për hera, u vjedh. Kështu që nuk e kuptoj, domethënë pse duhet kjo, por siç i thon asaj, qeveria më e korruptuar dhe më anti-shqiptare nuk ka pas ndonjëherë. Shohim edhe në një gjë tjetër, këta bisedat e këtyre, kanë edhe cekin edhe temën e Erion Veliajt, thash, por këto gazetat që janë pro Veliajt, ja për shembull Mero thot është persekutim politik, është kështu, pse se thot për shembull këtë habitem unë. Edhe këta që e mbrojnë. Persekutimi gjyqësor ndaj Veliajt, pse persekutim gjyqësor ndaj Veliajt, pse nuk e thot edhe Mero Baze, edhe Carlo Bolino, që nuk i gjykoj fare pse e mbrojnë Veliajt, shumë mirë, që nuk, do të paktën janë më të qëndrueshëm se Hysén Belliu, që e mbështeti pastaj e shiti, po pse nuk e thon kush e burgosi? Pse kanë frikë ta thonë? Pra edhe brenda vetes vet, edhe brenda mazhorancës, këto klanet nuk thonë të vërtetën. Se do isha shumë dakord, do ta lexoja me kënaqësi, do ta ndiqja me kënaqësi çdo program, çdo lajm që do dilte në mediat që dihet tashmë që janë pro Veliajt, por ta thonin me sinqeritet, të drejtën edhe të vërtetën. Erion Veliaj po persekutohet politikisht nga Edi Rama. Kaq sa ai e ka fut në burg. Edi Rama e ka fut në burg. Edi Rama nuk e ka lënë edhe nëse ka pas dëshirë sokol sa dushi ta liroj. Nuk e lejon Edi Rama, se Edi Rama e kontrollon drejtësinë. Po këta nuk e thon dot. Edhe Veliaj duan të bëjnë sikur e kanë mik, sikur po e mbrojnë, edhe interesat me Ramën duhet ti vazhdojnë. Kështu që
Kjo është historia e propagandës së përnatshme në mediat tona. Ta fiki qiket se mos ftofemi, se na dhem kohë nesër pastaj. Vazhdoni, shihni mediat, shplani trurin, edhe mos vrisni me një fare. Keni mjek kur shkoni në spital apo s'keni? Mos e vrisni me një fare. Keni bukë të hani apo s'keni? Keni para të hypni në urbanet, vini të vërdall në për Tiranë, shkoni te njerëzit e juaj të marroni në punë në gjë. Vazhdoni, ndiqni këto prallat që diskuton Top Channel-i, PD-ja, kriza e PD-s, PD-ja. Në fakt edhe PD-ja, Berisha e bëri referendumin, keq mirë i mori gjitha ato votat, dolën demokratët e votuan, i erdhën gjitha njerëz nga këto partitë europiane, çka këto erdhën e urun, iku marroi filmi. Se ngritën edhe Salianin me i çuca letra atyre partive anej. Edhe dështuan edhe me ato, e morën qafë edhe të Salianin, se e karikun se do të bëjën kryetar të PD-ja. Dhe mirën në punë. Edhe Topi, lajm të parë, mban akoma Erion Veliajn. Nuk i ka fillu hala me nxjerr këto budalliqet që po fliten te Grita. Nuk i ka nxjerr akoma ato dhe merret me Veliajn. Pastaj, duke dalën, do dalin këto diskutimet. Qa do presësh për shembull, qa do presësh të diskutojnë për se është e fort fare këta të ftumit e kësaj. Alban Dudushi për PD. Qa i thot publikut Alban Dudushi? Si ka mundësi të humbësh kohë? 1 orë, ore 1 minutë, është haram ta humbësh duke dëgju prallat që thot Alban Dudushi. Është çmenduri, nuk e di, kam përshtypjen njerëzit që e dëgjojnë do të kenë probleme psikologjike. Apo Redi, apo tjetri me radhë. Të dështuar në gjitha analizat, edhe kur kanë pas bën një analiza parashikime, kanë dështuar në mënyrë spektakolare. Jo, po e mani men kur në fillim kur ndodhi kjo çarja e KPD-ja me Lulin, thoshin, ne nuk e dim kush e ka shumicën, mund ta ketë Luli, këto analistët e Lulit. Edhe i majtën gjallë, i ushqej pushteti, vetëm për t'i përdorë siç është duke i përdorë akoma, po i shtryp, po i denatyron edhe si njerëz, edhe ata që kanë qenë në i farë burrash dikur, i poshtron duke mbrojtë të pambrojtshme. Kjo pra është propaganda e mediave që marrin tendera nga qeveria, që marrin koncesione nga qeveria dhe ju mashtrojnë juve. Media e lirë, thonë këta, por në fakt media e lirë do diskutonte, sipas gjykimit tim, do diskutonte pse 245.000 shqiptar janë në varfëri kaq të madhe, janë në varfëri ekstreme, nuk kanë bukë të hanë, kur qeveria thot se buxheti i shtetit është historik. Nga vitin vit, qeveria del dhe bën propagandë 24 orë kur votohet buxheti në parlament, buxhet historik. Kur parat në shtet rriten kaq shumë, të ardhurat e shtetit rriten kaq shumë, si ka mundësi që gjithë juglindja e vendit, gjithë Shqipëria, nuk ka mjek, nuk ka kush i viziton të sëmurët. Kur buxheti i shtetit rritet kaq shumë, si ka mundësi nuk subvencionohen biletat e urbanëve për shtresat që i përdoren, që janë shtresat më të varfra të shoqërisë. Këto duhet ishën temat që të diskutohen në mediat kombëtare, pastaj le të merreshin edhe me politikë, le të diskutohen më shumë se 5 minuta. Çështja e Erion Veliajt nuk i takon, nuk ke ça flet më në një emision televiziv 2 orë. Më shumë se
5 minuta, 10 minuta, ditën që ndodhin zgjedhjet në PD, nuk e qa diskuton më shumë. Pra ndodhën zgjedhjet, let dalin, thonë, Berisha kandidoj me veten e vete, Berisha s'lejoj gare, kujtun, let i thonë gjitha këto, më shumë se 5 minuta kohë kjo nuk merr. Por jo, duhen 2 orë, sepse duhen 2 orë për të shplat trurin shqiptarve. Ata nuk kanë hallin tuj, ata kanë hallin e parave të veta, kanë hallin e tenderave, kanë hallin e koncesioneve, ata e mbajnë pushtet e Tiranës. Do rikthehemi prap në një video tjetër, të flasim edhe me shifra sa para marrin këta nga qeveria. Kush të dojë vazhdojnë t'i shohin, unë të vazhdoj këtë punën time këtu, tenjte për tenjte, emision për emision. Qa gjykoj unë që ishte e rëndësishme për të diskutu tenjten, do t'a them, dhe çfarë po diskutojnë mediat kombëtare që i ndiqni ju, do t'a them. Kush të dojë të vazhdoj të më ndjek të ky kanal, t'i bëjnë subscribe kanalit, abonohu, shpërndajeni për po ju pëlqyjnë këto tematikat e gjërat që diskutojmë. Nuk humbni, kam përshtypjen se mashtrime gjoni për natë, do të gjoni për natë. Realitetin që duhet, realitetin që prek jetën e shqiptarëve, e kam këtu kryesisht, e kam edhe me diasporën, se ndoshta përdorin më shumë emigrantët internetin e këto, përpiquni të merrni vesh realitetin Shqipëri, mos u mashtroni nga mediat. Natën e mirë, vazhdoni tani, kush dojë të shoh emisionet.